Being normal is boring. I've walked through shadows, carried the pain. Silent battles left me standing in the rain. Meditimi I parë jetës time që ishte me Arman Mamaqin. Emocionues, kamqar. I couldn't release. Gjë që më ka pëlqyer më shumë ishte pjesa e meditimeve. Still find peace. Para se në ardh, nuk kum di që kam pret. Jem kon shumë skeptike në fillim, ama ka qenë jashtëzakonisht ndjenje mirë, kam qajt shumë, kam qajt në gjanë ndjenja të mrena meje. Kur nuk e kam di që ekzistojnë, ose tash e di edhe qysh me punu me vetë vetën. Pjesa ime preferuar ishte tek pjesa e faljes, pjesa e meditimit me Mjeshtri Shehi. Ndjeva një transformim të vetja ime, një lehtësi shumë të madhe shpirtërore, sepse kisha disa brenga në jetën time dhe më bëri që të ndihesha tamam e çliruar nga çdo gjë. Një eksperiencë e jashtëzakonshme që nuk e gjen askund. Ka shkëmbim eksperiencash të pafundme. Ka kaq shumë histori të ndryshme suksesi. Realisht jam shumë e manitur, sepse kam marrë një feedback shumë pozitiv, energjia mbi të gjitha, një mbështetje shumë e madhe shpirtërore që ta veten në shumë aspekte. Jam shumë e kënaqur në këto 3 ditë të kaluara, sidomos me pjesën e meditimit. Sepse besoj që thellë kam gjetur atë paqen time të brendshme. Ishte ndjesi shumë pozitive, shumë e mirë, grupi është shumë pozitiv, por që ti e kupton direkt energjinë e mirë që të shoqëron ky udhtim. Çdo gjë ishte perfekt, por më ishte era parë që vi me pjesën e grupit termalit trajnimeve dhe pse jo do ta përsërisja sa herë kisha mundësi. Është një fjalë që unë nuk do harroj asnjëherë. Më mësoi që të shprehemi që themi të dua shumë. Unë ja sugjeroj kushdo, domethënë duhet të provoj ta provoj, duhet të guxoj ta hedhë këtë hap sepse është shumë e bukur, domethënë përfiton shumë dhe unë realisht kam përfituar shumë nga ajo që unë kisha imagjinuar. Ishte një ndër retreatet e mia të para që kam bërë me Ermalin, dhe ishte një ndër 3 ditë më të preferuar më të jetës time. Jo kemi heq fren apo i kemi kaput fare.